Tani vërtet nuk e hyrë në Big Brother, po i ke komentuar gjithmonë në personazhet, lojën dhe madje ke bërë poezi për Luiz Zelin dhe Kiara Tito. Po, ka bërë poezi për dashurinë e tyre. Për dashurinë e tyre. Sepse mua është duk një histori shumë interesante. Tash njerëzit thonë për Luizi, unë mendoj që Luizi nuk do bënte asgjë sikur mos ishte Kiara. Edhe lojën që ajo që aty ka ndodhur, ajo ka qenë vërtet një lojë dashurie, jo e stisur, reale, ku ajo e refuzonte ndërsa ky nuk hiqte dorë. Edhe kjo e ka kriju Luizin. Fakti që kjo e refuzonte non-stop. Ju kujtohet që momentin kur Kiara u dorëzu, nuk ishte loja interesant. Shkoi në inercion, por nuk kishte më suspans. Edhe doli disa ditë Kiara dhe u rikthye prapë në lojë. Po, nuk kishte më suspans kur ajo e pranoi Luizin. Po, ajo gjëja që e bëri Luizin të famshëm ishte fakti që ai nuk hiqte dorë, edhe në ato situatë ai nxorri shumë tiparet personalitetit vet, që sot e kësaj dite është figurë të popularizuar. Ishte real në atë që... Po, ta ka kërkuar këtë tekstin ta bëj këngë? Jo? Jo? Si ka mundësi? Ai ka bërë këngë për dashurinë e gjithë botës. Është mendje e madhe? Po, më e madhe është Luizi për letë. Luizi është më e madhe për letë.